para se flasim për Iranin, ndërkohë Ledio, plaset fabula për kullën e ekran. Para se të jap fjalën dhe të flasim pak për Iranin, kulla, do rim me 20 minuta bashkë, nuk do rim më shumë. Sa duash? Jo, nuk do rim më shumë se ti je i lodhur dhe unë jam i lodhur, them drejtën. Dhe nuk ka kuptim të lodhin dhe operatorët, e kupton sis. Të kemi filmuar kulla, fsheu razi. Sot në një mbledhje në San Marino, ja shikoj, Ledia ka gati, je duke folur italisht, nuk kuptohet mirë sepse është nga larg, është me kamera. Il paese dell'Albania, Generale Carter, se lo ricorda benissimo, 4 anni fa abbiamo avuto una crisi internazionale, abbiamo interrotto le relazioni diplomatiche con l'Iran, abbiamo chiuso proprio l'ambasciata per via degli attacchi hacker che hanno portato via tutti i dati della Repubblica. Kjo fletë më italisht se shqipër, çudi e madhe, shanjeriu është. Po. A cose molto delicate come questioni di sicurezza nazionale, addirittura anche le bustapache dall'ufficio del Presidente della Repubblica, quello del Consiglio, ad altri. Ed è così, se non si sta attento l'internet come un valore... Esattamente per spiegare perché l'internet è un'arma e può diventare anche pericoloso, abbiamo invitato i nostri amici dall'Israele. Il generale Katzir, che ha servito per 20 anni, per più di 20 anni come capo del controspionaggio della polizia di Israele nel nord di Israele, parla anche arabo, non è solo Hebrew, sembra anche molto arabo. Ky Agros Paiu është një fans nga Bostoni. Se dëgjojmë, jemi live. E thos kulla na çlodh. Ju faleminderit thot. Presi ty të premte pra. E poi lui ha portato con sé oggi Chi c'ha fatto un fund shive, non thot 007, thot 707. Che si chiama non a caso 707. Quindi non 007 ma 707 e poi Kemi në Iran, dhe rim pak në San Marino. Është një grup që quhet grupi i krizave globale. Çfarë është kjo? Kjo ndihmon, është si punë e bordit të paqes në një mënyrë. Ja, është një iniciativë me bazë në San Marino dhe mbështetjen e qeverisë San Marino, si unë jam bërë drejtor vjet i kësaj iniciative, dhe organizuam një summit për sigurinë digjitale. Kishte Për inteligjencë artificiale, po. Inteligjencë artificiale dhe siguri digjitale, kishte përfaqësues nga Franca, nga Italia, nga San Marino, që ishte qeveria gati gjitha, nga Izraeli. Ishte një gjë e bukur dhe që kishte shumë vëmendje. Tani e zgjedh presidenti i kësaj? Jo, presidenti është dikush tjetër. Po çfarë e zgjedhit, antar? Jo, jam drejtori ekzekutiv i aktivitetit të kësaj qendrës, domethënë. Drejtor ekzekutiv? Po. Dakor. Edhe organizuam një aktivitet shumë të bukur me mbështetjen e qeverisë San Marinos, të Universitetit të San Marinos, të shoqatës sipërmarrjeve të mëdha të sigurisë në botë, po të prezencës në Itali, të grupit Leonardo, Po izraelitët çdojnë aty okulla? Sepse izraelitët janë ekselent në pjesa teknologjisë, te AI-ja dhe po si vetëm izraelitët ishin edhe nga Franca tash, edhe nga. Po këta janë gojë të tjerë, këta janë gjithë gojë, unë po them izraelitët të shpejtë. Po dhe ishin lezetshëm shumë, erdhën atje prapë. Nuk janë këta i do bëjnë data centrin në Shqipëri. Jo, është tjetër gjë, po këta mund bëjnë data center tjetër, se është data center biznes. Dhe San Marino, për ata që nuk e din, duhet thënë që është një... San Marino është republika më e vjetër e botës. Dhe më e vogël, me 34.000 veta. Është me 34.000 veta, po është republika, sepse tjerët nuk janë republikë, janë jo principata, jo kështu. Kjo është republikë. Kjo është republikë dhe është republikë që në 1200. Është brenda Italisë? Është brenda Italisë. E mbron Italia. Është mbi Rimini. Është mbi Rimini, në një kodër të bukur, kam qenë shumë bukur. Edhe është shumë interesante sepse tashmë tema e tranzicionit digital edhe inteligjencës artificiale dhe menaxhimit edhe të sigurisë, por edhe të oportunitetit që t'jep teknologjia e re është e jashtëzakonshme. Për shembull, ky zotëria që kishte ardhur nga Izraeli tha një gjë shumë interesante. Tha, shikoni, tha, botën, tha, për 3 vjet tha, ju do ta harroni se si është sot. Për 3 vjet do jetë një botë komplet tjetër. Dhe ai zotëria tjetër që kishte ardhur po nga Izraeli dha një shpjegim të detajuar, domethënë të rrisqeve. Ndërkohë ai përfaqësuesi nga Franca foli për oportunitetet e mëdha që t'jep kjo si biznes. Dhe ki parasysh se jetojmë në një botë ku në 2025-ën
10 miliarderët më të mëdhenj të botës ishin të gjithë nga teknologjia digjitale, të gjithë nga këto biznese, 9 nga cilët janë amerikanë. Sigurisht. Kështu që kjo të tregon se me çfarë ritmesh ndryshon bota, domethënë. Domethënë sot është e mundur që nëpërmjet inteligjencës artificiale të mbledhësh të dhëna pafund në pak minuta dhe truri inteligjencës artificiale të bëjë një analizë që njeriu se ka kurrë të mundshme ta bëjë në pak sekonda dhe të japi rezultate. Pra, ajo që ti shef me ChatGPT s'është asgjë në krahasim me ç'a bëjnë, domethënë ç'a bën sot inteligjenca artificiale dhe sa rëndësishëm është ndryshimi, tranzicionit digital në jetën tonë përditshme. Që nga shëndetësia. Imagjino një minutë që, domethënë, imagjino ai profesuesi nga Franca tha një gjë shumë bukur sot. Ne kemi kohë që jemi në luftën e tretë botërore, thjesht se kuptojmë, nuk e shohim, sepse lufta ka format tjetër. Po imagjino, domethënë, me 10 hakera, me 10 hakera, ti praktikisht mund ta fusësh botën në luftë. Sepse me 10 hakera ti mund të bllokosh për shembull Parisin, mund t'i bllokosh metron, mund t'i bllokosh ujësjellsin, mund t'i bllokosh trenat, mund t'i bllokosh autostradën, mund t'i bllokosh spitalet, mund të bllokosh aviacionin civil, kupton? 10 hakera duhet, nuk është. Po edhe çështja e dark webit është një gjë shumë e rëndësishme, po kjo është një temë që ne mund ta diskutojmë një herë tjetër, po eventi ishte shumë i bukur dhe shumë i rëndësishëm. Ishte edhe ministri i jashtëm i San Marinos, edhe Mendon se me 34.000, me 80.000 njerëz, do të në gjithë San Marino kullak shumë nga ana e sigurisë publike? Janë shumë të disiplinuar në San Marino. Jo, ka thënë është safe si vend, nuk ka vrasje, nuk ka bjerje. Se janë shumë të vetëdijshëm në raport me... Një kodër është ajo, unë kam qenë një kodër. Po janë shumë të vetëdijshëm në raport me sa i rëndësishëm është shteti dhe sovraniteti. Pra nëse këtu te ne gjë e fundit që ne mendojmë është për shtetin, atje është komplet e kundërta. Atje edhe në Izrael kam parë unë që edhe në Izrael, domethënë, për shtetin sakrifikohet gjithçka. Sigurisht. Kulla, më duhet se kemi një video, por jo, nuk kemi video? Ç'a kemi për Iranin? Kemi hartën vetëm. Plas të çik hartën Ledio. Ore, si por i më thuaj, Kulla, ç'a informacione është se ti ke lidhje gjithmonë lidhjen e mesme që më flet dhe në telefon, përveç atyre që shohin për media, në open source, që quhen, në burimet e hapura. Çfarë thon, ne duhet na thuash Kulla sot ato që nuk i thon mediat, vëlla. Përveç atyre që mediat nuk i thon, se fatikisht Jemi duke shkuar në një luftë shumë të shpejtë, është vetëm çështje ditësh, më fartë të depresë, ndoshta edhe orë. E vetëm një gjë bëri përshtypje mua është përveç arsenalit të madh. Për shembull, një shifër e sigurt është që në këtë moment po flasim ne, amerikanët kanë çuar këtu 30% të arsenalit tyre të armëve, 30% që ka Amerika, nga 100% 30% janë këtu në këtë moment, që nuk janë pak. Dhe ajo që prit, ajo që interesoi dikush ishte, po vjen Fordi, i cili ka pas probleme me halet, se du të jenë 2500 halet e Fordit, e aeroplanbajtësja Ford, të francezët dhe do të push tualetet, domethënë. Me halet domethënë banjot, po, kishin probleme dhe nuk e di sa kohë është dashur të rregullojnë halet, vëlla. Qelbej Fordi, të intrigoj shumë kjo pjesë. Po kjo ishte perë, se është lajm i rrallë. Lajm që e ka për publik vetë amerikanët. Po. Pra, pse s'del Fordi në det? Pse s'del Fordi në det? Ka probleme halet. Çka kanë halet, ishin bllokuar halet, o Kulla. Dhe Fordi prandaj është vonuar. Aeroplanbajtësja Ford, ata nuk e di sa kanë gjithsej. 11. Tani kemi këtë, thuaje, kjo që është tashmë, si quhet kjo, gjithmonë e harroj emrin. Abraham Lincoln. Lincoln që është atje. Tani Fordi në këto momentet a ka kaluar atë, a ka kaluar... E kaloi ngushticën e Gibraltarit. Po, e kaloi. E kaloi? Po, e kaloi. Ka hyrë në mesdhe dhe... Ka hyrë në mesdhe tani. Pra tani kujti... Atëre, ajo gjë që unë mund të konfirmoj ty... Më thuaj që, që po ndodhë? është që nga koha e luftës së Irakut, Amerikanë nuk kanë spostuar në njëherë kaq shumë trupa. Bravo. Esakt. Kjo është me dhëna zyrtare dhe problemi është që nuk janë vetëm Amerikanët, kanë spostuar trupa edhe francezët, edhe britanikët, dhe ne me shumë gjasë në orët ose në ditët e ardhshme do të kemi një sulm të drejtë për drejtë në Iran. Tani Trump i thonë ndërkohë nuk flet fare se pra, po bën gati gjëra, po nuk thotë do sulmojnë, thotë presin të kemi negociat. Nëse të kujtohet para se të ndodhte ajo që ndodhi në Venezuelë, edhe para se të sulmohej Caracasi dhe të merrej presidenti, amerikanët bën të njëjtën gjë
e rrethuan Venezuelën me anije me trupa dhe me armatime. Rreth duhet thënë që këtu operacioni s'ka lidhje fare me Venezuelën. Spostuan dhe normal se është një situatë komplet tjetër. Po pra. Dhe 2 ditë para se të ndodhte arrestimi i presidentit të Venezuelës që u arrestua dhe u dërguan në SBA, pati një telefonat mes Maduros dhe Trumpit. Pati telefonat? Po, ja, do shohim, do negociojmë. Po, i qartë, pra, në këtë moment, vazhdojnë negociatat cilat janë shumë të vështira. Po, e thotë Trumpi që njerëzit tanë janë duke negociuar atje. Vazhdojnë negociatat cilat janë shumë të vështira. Mollat nuk të liqen, mollat. Po, s'është puna që të liqen. Ku ka ngelur? Negociatat kanë 3 argumente me cilat. Bërthamoret një? Çështja bërthamore, çështja e raketave të Iranit. Irani ka, në këtë moment që po flasim, ka 2000 raketa strategjike të drejtuara drejt Izraelit, praktikisht me shujt Izraeli nga faqja e dheut. Edhe Irani ka një industri raketore të jashtëzakonshme, kemi analizuar një pjesë. I jep Hezbollahu të gjithë tyre, po. Jo, po niveli i zhvillimit tyre dhe industrisë kimike është jashtë normales. Është vërtet në nivelet më të mira në botë, sot për sot që flasim. Dhe pjesa e tretë është ajo që nuk na thonë që ka një negociat në mënyrë që Irani të heqë dorë nga presioni i Rusisë, në mënyrë të veçantë presioni i Kinës, sepse Kina mban ekonominë iraniane, të heqë dorë nga ndërtimi i një gasjellsi dhe një naftsjellsi që shkon nga Irani drejt Kinës. Nëse kjo gjë do të bëjë dhe Irani do t'i garantonte ekonomisë kineze, pra industrisë kineze, energji me çmim të ulët, atëherë çështja e BRICS-it nuk do vinte më në diskutim dhe ekonomia kineze për 50 vitet e ardhshme është vërtet ekonomia e parë e botës dhe ky është shqetësimi real i vërtet që ka presidenti i Amerikës. Sigurisht edhe çështja e armëve bërthamore është një çështje e rëndësishme, por gjë e më rëndësishme dhe më reale është fakti që kërkohet nga Irani që Irani të heqë dorë nga ndërtimi i gasjellsit dhe naftsjellsit. Po ky është kusht që Kina ta ndihmojë Iranin ekonomikisht, sepse realisht edhe në luftën që u bë vjet, po edhe në këtë luftë, nëse do të ketë një gjë të tillë, Irani nuk e përballon dot ekonomikisht koston e luftës, si Izraeli nuk e përballon dot koston e luftës ekonomikisht. Dhe vetmja mënyrë për ta përballuar është Irani në një anë të ketë Rusinë edhe Kinën, kurse në anën tjetër SBA-ja ndihmon Izraelin. Por në para 2 javësh është mbajtur një panajir shumë i madh armatimesh në Riyadh, në Arabinë Saudite, me kompanitë më të mëdha nga gjithë bota. Dhe për herë të parë është treguar qartë për aleancën, është dëshmuar qartë aty në Riyadh, aleanca e re e vendeve sunite, aleanca ushtarake mes Arabisë Saudite, Turqisë dhe Pakistanit. Ki parasysh se Pakistani është një vend në kufim i Iranit dhe një vend me armë bërthamore. Pra, çështja është çfarë do bëjnë amerikanët, pra përveç goditjes nuk është ndarë që do e godasin, ë? Ti thua është ndarë. Unë dhe ti mund të vëm një bas sot që zërbe. Po, unë them që ata do e godasin shumë. Po sikur mos dalë jo kolla pastaj. Do jetë një bas që unë e humb, por ne e bëjmë një bas publik. Jo, po unë do të basi nuk do e godasi. Unë thjesht nuk di se çfarë do bëjmë, pra jam komplet. Unë po të them që do goditet shumë shpejt. Po shumë shpejt do të them, për një muaj, për një javë. Jo, çështje ditësh. Zërbe. Mos çështje orësh, çështje ditësh. Nuk besoj që është për këtë fundjavë. Pak të informacionet. Po cili është qëllimi të goditet? Më qëllimi cili do jetë? Se gjithë njerëzit, gjithë gazetarët sot. Shiko, përtej dhe strategët ushtarak thonë, dakord, e godet, amerikanët janë të fortë. Edhe ato raketet të shënë ata, prapa ata mund t'i neutralizojnë, sepse kanë sjell shumë pajisje amerikanët që t'i neutralizojnë. Nuk i neutralizojnë dot. Shiko, unë sot fola me këta. Cili është qëllimi në thellë, po ja goditi për çfarë? Po sa po ta thash pra? Regjimi nuk e rrezon dot që se s'fut trupa në tokë, pra, ti po di. Regjimi nuk e rrezon dot. Regjimi nuk e rrezon dot, por kjo është një, domethënë, regjimin e kërcënon fort, nuk e rrezon dot, nuk e kërcënon fort aq më tepër në kushtet që ka një situatë ekonomike jo të mirë brenda Iranit, por në këtë lloj forme, në fakt sulmi nga jashtë forcon regjimin për shkak por në këtë lloj forme amerikanët janë duke thënë Iranit, ne po t'japim karrotën, por kemi edhe bastunin.
Këte e monë vesh që... Kështu që ta provosh një herë bastunin që të kuptosh se do të bashkarot. Por çfarë pra? Për të arritur Sa çfarë? po ta thash pra për të mos u bërë gasjellsi që lidhë Iranin dhe naftësjellsi që lidhë Iranin me Indinë edhe me Kinën. Sepse nëse Irani do kaloj tubat e gazit dhe të naftës nga Afganistani drejt Indisë dhe Kinës, kjo punë ka mbaruar. Ekonomitë e këtyre dy vendeve janë ekonomitë më të forta të botës, po që nuk kanë lënë para energjie. Madje para 2 ditë. Një sekond, se do ndërpresun tani. Para 2 ditë. Si thua mos bëhet gasjellsi. E zëm se ata e bëjnë gasjellsin. Amerikanë mund ta godasin gasjellsin çdo moment. Jo, Çfarë ka pse do godasin tani para se të bëhet? Nuk bëhet, s'duhet filloj, sepse ki parasysh që kjo gjë e trondit. Shiko, borxhi i jashtëm i Amerikës është një problem shumë i madh. SBA-ja deri dje kishte Kinën që e blinte borxhin e jashtëm. Kina nuk e blen më borxhin e jashtëm amerikan, po e blen vendet sunite, po e blen Arabia Saudite, po e blen Katari, po e blen me ardhjen e zotit Trump në zyrë. Ka ndryshuar gjithë retorika dhe gjithë logjika e tregtisë në botë, po edhe të fuqisë ekonomike, sepse Trumpi flet qartë dhe bën atë që thotë dhe thotë. Trumpi nuk do që Irani të furnizojë Kinën me gaz. Edhe Indinë. Edhe Indinë. Po. Këto të dyja. Po, dhe këto të dyja kalojnë të dyja nga Afganistani. Çështja është që para 5 vjetësh amerikanët u tërhoqën nga Afganistani dhe fusha është bosh tani. Dhe krerët e Afganistanit 2 ditë më parë thanë që nëse do filloj lufta drejt Iranit, ne do ndihmojmë Iranin. Sepse dhe Afganistani e shef si oportunitet shumë të madh biznesi ndërtimin e gasjellsit dhe naftësjellsit. Imagjino tani nëse do të bëhet kjo gjë, se sa lek do të mlidhen nëpër bursa pikërisht për këto dy projekte të mëdha dhe çdo ndodh me çmimet e lëndëve të para. Pra gazit, naftës, po të gjithë atyre. Po ç'ka garanci ka Trumpi, nëse këta mollahët, si quhet? Jam mullah, ajatollahët. Ajatollahët, më fal. Ç'ka garanci ka se ngatroi unë këta? Ç'ka garanci ka Trumpi kulla? Kur them Trumpi kjo administrat, që se këtë do të kuptojnë si funksionon marrëdhënia. Këta i thonë dakord, nuk do ndërtojnë. Nëse këta s'do ndërtojnë, do bëjnë një marrëveshje ndërmjetatan, do mbyllin edhe çështën. Ku ndërmjetatan, ku? Atje ku janë duke negociuar në Zvicër. Janë duke negociuar. Çfarë marrëveshje do bëjmë pra? Që ne nuk do ndërtojmë gazin. Nuk do bëjmë gasjellsin, nuk do bëjmë naftësjellsin. Po. Do bim dakord për çështjen e raketave bërthamore dhe do në shkruajmë marrëveshjen për armët bërthamore. Ja, e bën marrëveshjen, pas 6 muajsh ta fillojmë prapë një gjë. Jo, nëse bëhet marrëveshja ka garanci, sepse në marrëveshje ka dhe garant. Dhe këtu rolin e veçantë do ta kenë rusët. Sepse unë mendoj që kjo gjë që po ndodh tash është vendosur në fakt në Alaskë. Edhe kur takuan Putinin ai. Po sepse edhe rusët nuk se kanë ai dëshirë të madhe që Irani dhe India të kenë furnizim me energji alternative. Kjo pra duhet thënë. Ja sa i madhja. Se ki parasysh që rusët kjo nuk intereson. Gasjet dhe naftësjellsi nga Irani te ata. Sot për sot Irani ka aleat të mirëfillt Rusin, edhe anasjelltas. Rusia ka. Rusët do donin të ishin ata që të shisnin këtë gjë. Jo, ata e bëjnë. Ata e bëjnë. Nuk duan lorë tjetër. Edhe aktualisht. Nuk duan lorë tjetër. Nëse del Irani, shiko, që ta kuptojnë. Jo, është e qartë, është e qartë. Ta kuptojnë njerëzit. Irani është fuqia numër 1 e gazit në botë. Nuk e shet dot gazin për shkak të sanksioneve që ka nga Perëndimi. Irani ka 50 vjet që ka sanksione çan. Në anën tjetër ka 24 vjet që ka sanksione. Në anën tjetër, Irani është edhe prodhuesi i dytë ose i tretë i naftës në botë. Tani imagjino sikur nafta dhe gazi iranian të dalin treg, se sa do të binte çmimi i naftës dhe gazit. Atëherë dy pyetje për kullën. Pasojë e mbylljes së Hormuzit. Kulla këtu te unë. Pasojë e mbylljes së Hormuzit. Një sekond. Pasojë e mbylljes së Hormuzit çfarë do të jetë? Sa mund të shkojë çmimi i fuqisë? Po, varet jo sa mund shkojë çmimi i fuqisë, sa mund shkojë çmimi i të gjithë lëndëve, sepse janë lëndët e para, janë edhe nën lëndët. Dhe ato pritet në pak ditë të tronditen bursat dhe shkojnë edhe dy. Hormuzi që është për ta që nuk e din kulla? Është ngushtica që nxjerr nga deti arabik ose deti persik, që mund ta quajmë ne, në oqeanin. Bukur, pyetja tjetër për kullën, a do pranoj Turqia të sterojë refugjat nëse shkaktojnë dëme të mëdha? Po, e para njëherë unë nuk i shoh iranianët që shkojnë si refugjat, e dyta varet. Do ketë luftë kulla, do ketë dëme të mëdha apo jo? Që do bëhet kjo luftë e madhe, i thua ti me bombardimin. Shikoj, Irani është një kështjell natyrore, çan. Ka male pafund. Është rrethuar nga malet dhe Irani është një shtet shumë modern, shumë i zhvilluar. Pavarësisht krizave që ka her pas here tjerë. Nuk është Irani në një nga këto, nuk është megjithatë Afganistani tregoj që sikin njerëzit. Pra nuk është Irani Bangladesh. Qartë. Pra,
që të ketë luftë, nëse do ketë luftë, ne do shohim që do ketë dy lloj zhvillimesh brenda Iranit. Komunitetet kurde, azere në Iran, këto minoritetet mund të ngrihen kundër edhe të financuara nga jashtë kundër qeverisë dhe kundër regjimit në Iran, por në anën tjetër ki parasysh që Irani ka dy ushtri shumë forta, ka ushtrinë e vet dhe ka gardën revolucionare, nuk është kaq e thjeshtë. Kujtohet para 2 muajsh kur filloi trazirat, që thonin gjithë, do bie të çat tashun, nuk mbaron kjo punë. Pra përgjigja jote thua që Turqia nuk do të sërojë refugjat se nuk do ketë nevojë. Nuk do ketë, vetëm rast do ketë nevojë, do e hapi kufi Turqia për Iranin, për iranianët? Turqia po luan rolin e negociatorit. Mundet t'i hapi pjesërisht për... Në këtë rast Turqia me kë është tani Erdogani, është me Trumpin? Turqia po mundohet... Në këtë konflikt me Iranin? Turqia po mundohet përfitoj, në fakt Turqia po bën tjetër gjë, është me Arabinë Saudite dhe me Pakistanin, sepse Turqia do që problemin ekonomik që ka, problemin e brendshëm ekonomik që ka, ta zgjidhim me blerjen e borxhit të jashtëm, pra jo vetëm sauditët të blejnë borxhin e jashtëm amerikan siç kanë bërë, por të blejnë dhe borxhin e jashtëm turk të ndalojnë zhvlerësimin e lirës, që ka qenë një problem shumë. Pra i bie Rusia me zipret të mbyllet Hormuzi apo jo? Jo vetëm Rusia, të gjithë me zipresin që të mbyllet Hormuzi, që të rritet çmimi i naftës. Duke qenë se çmimet e naftës dhe gazit kanë rënë dhe ata do të financojnë luftën në Ukrainë më shumë. S'ka lidhje, luftën në Ukrainë rusët e kanë financuar pikërisht për shkak të sanksioneve të Evropës për naftën dhe për gazin rus. Ata e duan sepse si çdo prodhues i madh gazi dhe nafte, duan që çmimet të jenë të larta, që t'ia shpjegojmë njerëzve. Edhe Venezuela ka naftë. Problemi është që nxjerrja e naftës venezueliane, si nafta jonë, është e vështirë dhe ka kosto të lartë. Kështu që nëse bien çmimet, bie dhe mundësia një shteti për të futur para në arkat e veta. Kurse duke ngritur çmimet, të gjithë prodhuesit fitojnë. Arabia Saudite, Katari. Problemi nuk është vetëm i prodhuesit, këtu është edhe i përpunuesit. Është gjitha një skem shumë më komplekse se jam i qartë. Sepse edhe Algjeria, për shembull, që i furnizon Francën, që furnizon Italinë, ndoj që të rritet çmimet, kupton, dhe Katari, që është aleat i perëndimit dhe që është kufi dhe është prodhuesi numër 1 në botë, Katari sot për sot, do që të rriten çmimet, kështu që pak a shumë të gjithë përfitojnë nga kjo gjë. Tekst për ty, po mos më ndërprej. Arabia Saudite, Katari, Bahreini, Kuvajti, Emiratet e Bashkuara nuk duan të mbyllet Hormuzi. Kulla. Kush e thot? Më dëgjon. Më vin mua, i shoh informacionet, Katari, Arabia Saudite, Katari, Bahreini, Kuvajti, Emiratet e Bashkuara nuk duan të mbyllet Hormuzi. A mendon Kulla si unë, vjen një pyetje, që vendimi për të goditur ose jo Iranin do të tregojë cili lop fitoi në Washington, ai Izraelit apo ai i Gjirit? Nuk mendoj që është kështu. Unë mendoj që është marrë vendimi që do goditet Irani. Thjesht problemi është sa goditje do jetë. Do jetë si herës që shkojë 2 ditë dhe do tërhiqen, apo do jetë një... Pra fitoi lobi Izraelit atëherë. Jo, do goditet Irani. Nuk është kështu. Izraeli do donte të goditet Irani. Izraeli do dojtë goditet Irani, por problemi është se si do goditet Irani, sepse mos mendo se sunitët nuk duan që të goditet Irani. Nëse do kemi një luftë të gjerë, apo jo? Dhe unë, gjë që vëre është ai informacion që të dash, që kur më përpara nuk ka pasur zhvendosje kaq të madhe trupesh. Pra, nëse do ketë një operacion toksor, apo jo, çfarë do synohet? Pjesërisht pushtimi i Iranit, apo rënia e regjimit dhe vendosi i regjimit të ri. Unë shoh një luftë të gjerë në rajon. Pra, nëse Irani dhe SBA nuk arrin një marrëveshje në 3-4 ditë, ti thua do ketë ekstension du domaine de la lutte, pra do ketë zgjerim të fushës luftës, nuk do jetë vetëm në Iran. Po sepse gjitha vendet që janë aty rrotull do përfshihen. Ki parasysh që të gjitha ato kur të nisen 2000, nëse amerikanët, supozojmë, ti tregojmë njerëzve çdo ndodh, amerikanët fillojnë bombardimet. Po, nesër. Okej. Nesër pas nesër. Nuk ka rëndësi. Fillon dhe Izraeli bombardimet drejt Iranit. Dhe Irani drejton raketat. Ka 2000 raketa gati që i nis nesër. Ku do t'i nis? Në Izrael, në Irak të bazat amerikane, se bazën në Siri amerikanët. Në Katar të kjo bazat tjetër amerikane. Në Katar të bazat amerikane. Te kjo tjetër në Kuvajt të bazat amerikane, në Bahrein të bazat amerikane. Pra në gjithë vendet ku amerikanët kanë bazë. Po mi ndërkohë amerikanët po marrin masa që e din këto që do goditen. Po pikërisht për ne kanë çuar gjithashtu, po mos e mendo, shiko, nuk do jetë kësaj radhe, nuk do jetë siç ishte herës që shkoi, që ishte flesh bam bam. Që iranianët goditën dhe informuan turqit dhe i thanë thuaj atyre se ne po godasim dhe edhe Katarin. Edhe anasjelltës që edhe kur goditën amerikanët i thanë turqëve edhe rusëve thuaj atyre. Është njerëz në ferë thjeshtë, pra çfarë do të thotë? Kësaj radhe do ketë luftë në gjithë vend.
Ore, kush do luftoj kësa rave në kratë e Iranit? Ma thua dot? Kë ka Irani sot në kratë në rajon, vla? Ka Kinën. Si cilat vënde? Ka Kinën. Do futet Kina në luft? Jo, me ekonomi dhe me armë me mbështet Kina. Ka Kinën. Kina është një nga produsit më të mëdhenj të armës. Ase për në dyshim. Pra ti thua do ketë Kina si furnitor armësh. Ka Afganistanin. Po? Ka Turkmenistanin. Ka Rusin. Janë gjitha në rreshtë aty. Edhe Rusia që do dalin kratë Iranit, po ti? Sigurisht. Po se po më thej që Rusis intereson mos bëhet pra jo. Po jo, intereson të bëhet lufta. Të rriten çmimet dhe ajo mos bëhet. Si mund të mos bëhet ajo duke i bërë presion Iranit? Po pra, dhe ti thua që Rusia në këtë momente që do bëj? Si do ndihmoj? Rusia do ta ndihmojë Iranin me armatime dhe me... Mirë. Mund të më thuash në kohë lufte si mund të ndihmohet një vend i cili është i rrethuar? Asgjë duke çuar armatime. Nga do ja çosh pra? E kanë, janë kufi ata që nga deti aty. Rusia dhe Irani janë kufi që. Po, a i deti nuk ka Amerikan atje? S'ka Amerikan aty, sepse është në kontrolin, po s'ka, se aty vetëm një pjesë e vogël që mund të shurë, qofse i lë Azerbajxhani. Është Rusia, është Kazakistani, është Turkmenistani, është Irani. S'ka Amerika, s'ka ku të ketë Amerikan aty, se s'është kaq e madhe Amerika. Nxirë hartën në Lëdio. Po më po ta them unë, nuk ka në det aty, është deti Kaspik, është vetëm pjesa e Azerbajxhanit. Dhe Azerbajxhani nuk lejon një luftë të tillë se i plas lufta brenda kufijit. Ja ku e ke, shko atje ku është. Jo, si e këtu, shko lartë tek... Shko pak më lartë. Nuk e ka. Bërë detin Kaspik, Azerbajxhani bërë. Nuk e kemi, këtë kishim vetëm. Ta them unë, është Azerbajxhani, është Irani poshtë, është Turkmenistani, është Kazakistani dhe gjitha tjetër është Rusi. Po Azerbajxhani është aleat me Trumpin? Jo, Azerbajxhani është aleat me Trumpin, përsa ko Azerbajxhanit nuk kërcënohet, se po t'i sulet sot Azerbajxhanit, Rusia dhe Irani e pushtojnë, shkojnë në Baku për gjysmëdite, se i ka në kufi. Azerbajxhani është aleat me Amerikanët, ti e di që unë e njoh mirë Azerbajxhanin. Po pra. Është aleat me Rusët, po është aleat se ka frikë se këta mos e pushtojnë dhe e shkatrojnë. Po pikërisht. Po të ketë, po nuk futet dot Amerika në luftë në Azerbajxhan. Se ki parasysh edhe populli nuk është aq më tepër që jemi në muajin e Ramazanit. Nuk është kaq, prandaj them unë do jetë. Prandaj pra Trumpi do sulmoj tani në muajin e Ramazanit, apo mund të presi sa të kalojë kjo? Unë them që do sulmoj këto ditë. Pra edhe Trumpi thua ti janë njësoj si këta të PD sot që kaluan pa dashje te xhamia. Jo, unë them që do sulmoj këto ditë. Do sulmoj këto ditë sepse nëse iranianët nuk firmosin marrëveshjen, Amerika është e detyruar t'i tregoj forcën dhe t'i thotë që jeni të detyruar të gjejmë një marrëveshje se ndryshe kemi vetëm luftë. Pra, diplomacia që vjen nga lufta është diplomacia që jep më shumë rezultat. Sepse në të kundërt ti nuk e merr dot kurrë, domethënë nëse nga këto negociata dhe nga kjo situatë amerikanët do dilnin të zvetënuar dhe të dobësuar, kush do ta marrë më seriozisht Trumpin? Në qoftë se ti kërcënon dhe nuk kafshon, kush do të marrë seriozisht? Ki parasysh që një nga arsyet pse SBA-ja sot është kaq e respektuar dhe e dëgjuar në botë është forca e saj. Kulla mbaroi emisioni për sonte, po vi mesazhe shumë për ty Kulla. Lexoj 5 minuta mesazhet dhe po jo me përgjigje, t'kesh për qef. Po jo. Po jo, dakord. Atëherë e para një herë Kallamata thotë Çani faleminderit që na erdhi Kulla, thot, përshëndetje dhe respekte për Kullën, Kallamata. Faleminderit. Baçi thot për Kullën, sa do shkoj vlera e Bitcoin dhe floririt po plasi në Iran. Bitcoini është, floriri është ngritur, Bitcoini është përgjysmuar. Po pra. Kush ka patur para Bitcoin ka lidh kokën me peshqir. Ka vaj 80.000 duket tani. Sa është 70-80? Ka lidh kokën poshtë akoma. Ka lidh kokën me ka shku 40. Ka shku 40, po. Ka lidh kokën me peshqir këto ditë. Sa është? 60. Më fal. Nuk ka rëndësi, është 60, ishte 130 më duket? 120 fare. Përshëndetje nga Boston i thotë, është pasi është quantum computing, dim ndonjë ekstra info kush është përpara me zhvillimin e kësaj teknologjie, thotë. Mario Guxholli thotë në Polimarket është thotë, godet USA Iranin këtë muaj. Në Polimarket është thotë, godet USA Iranin këtë muaj. Polimarket që janë këto janë për të bastet? To bastet, po. Perl. Briken Bekshiu thotë, Kulla është kontradiktor sepse disa javë më parë tha që USA nuk po e sulmon USA nuk e sulmoi para Ramazanit, nuk e sulmon gjatë muajit të shenjtë. Është një bazë që mbetet për tu parë. Po është kontradiktor, pra, thjesht Kulla riskon. Është një bazë që mbetet për tu parë. Nuk është të jemi kontradiktor apo jo. Pra ti me logjik thua nuk mund ta bëjnë në kohën e Ramazanit. Jo, nuk i leverdis, po nëse sikundër nuk i leverdis, nëse iranianët i thonë që ne refuzojmë çdo lloj marrëveshje me ju,
Amerikanët nuk mund të dalin të dobësuar nga kjo gjë. Dhe Brigen Bekshiu shkruan nga Katari, kullat. Përshëndetje, thot nga unë, nga Katari. Përshëndetje. Brikenin. Behari thot përshëndetje, janë pyetje Iliri. Ata agjerit mbar thuaj. Nëse pyetja janë nëse miku. Pyetje Iliri, nëse Amerika hyn në luftë me Iranin, çfarë fiton Amerika dhe rajoni? Me 2 fjalë, kullat vetëm. Po, e shpjeguam pra. E shpjeguam. Duhet ta kesh vëmendjen këtu. Mi se s'kan dhe faj këta, se këta shiko, këta dërgon pyetje në momentin që ne fillojmë bisedën. Më kupton? Çan pyetje ku më thot dikush tjetër çmendim ka për avancimin Ukrainas në Zaporizhia dhe në deri thot. S'po flet një fare për Ukrainën në këtë moment, është haruar ajo, tani se kanë dhe Irani të gjithë. Dhe më janë i thot çani pyetje kullën ato flamujt çai kanë kostum. Ja nga aktiviteti sotshëm siç kam ardhur. Kjo është e Global Crisis Group. Kjo është ajo e Global Crisis Group. Kjo ma dhanë ata miq nga Izraeli kështu domethënë nuk është. Levisi shkrua thot pyetje kullën, po e sulmoi Amerika Iranin do ta ketë të lehtë ta fitojë atë luftë? Kjo është tjetër gjë, çështja është sa do jetë lufta, nëse do jetë një luftë sa kohë do zgjasë. Disa ditore apo nëse do jetë një luftë afatgjatë. Përshëndetje, pyetje pakun të lutem me Strefi, thotë Stref Hoxha, kush është më i fortë, Cia, Mossadi apo shiku i Kadrias Biut? Budalliqe. E kupton, ka sa njerëz kanë bet në ato vite kulla. Jemi seriozë. Po pra. Unë i lexoj se janë sensibilitete ndryshme ose po duhesh të lexoj fare. Jo, dakor, po kam fjalën që kjo është një pyetje që nuk ka nevojë. Budalliqe me fjalë. Këto janë tamam bullshit kulla, humor kaps që ky. Humor kaps. Aqua thot, përshëndetje Xhani, pse i mbylli kaq shpejt emisionet të kohët e fundit? Si mendon ti? Si mendon? Hajde i thon i lek ti edhe unë i zgjas më shumë. Ti punon më shumë se orari. Ti, Aqua, nuk i se që jeti Aqua. E femra apo mashkull? Aqua. Po për këta punëtorë që punojnë tu, mendon në një qik ti? Kameraman, teknik, njerëz e këtu. Si mendon ti? S'kan familje ata, s'do t'ikin shtëpi. Se vjen turp se vjen. Kapitalistë ndyrë. Slavë pronare. Feudale, borgjeze. Aqua. Më pëlqeu shumë pyetja jote. Në fakt nuk ishin asnjë nga ato arsye që thash, është një arsye tjetër. Flasim nga afër. Bashkimi thot pse nuk rini dhe gjysmë o bashkim. Që t'ja u lë pa këtu, që me zi të presin të prenden tjetër. Ndryshe pasaj velen ju, ka një parasysh, kur ju japin shumë për të ngrënë, po e villni. Një të puna është mos e vjellim. Miru pafshim të kësor, kulla jema. Papa Gjiu jo. Corruption is not bad. Corruption is only bad if I'm not involved. Yes.